Raporti jot me veten, a je më shumë kritike apo tolerante me veten? Edhe cilat të funksionon më mirë? Kritike. Kritike? Okej. Veten e kritikoj. Ose them ndonjëherë dhash më shumë se ç'duhet, nuk mora aq sa duhet, për shembull, jo lekë. Po. Po flasim Qasjen e tjetrit. qasjen, po, emocionet ose gjërat. Po prapë se prapë vazhdoj, po e njëjtë, nuk ka, domethënë është thjesht një moment, një 5 minutë. Okej. Jo, diçka, jo prioritet që pengon ose. A duhet ketë një femër cilësi ose karakteristika mashkullore për me të para në biznes? Dhe këtu e kam fjalën pak agresivitet ose pak fix karakteristika mashkullore. Jo. Apo mund të ecën me empati, me butësinë e vet. Ecën me empati, me natyrën e vet, qetë ashtu siç është. Unë nuk jam fare që ti të ndryshosh se u bëre CEO ose more një drejtim tjetër. Jo. Ashtu siç je, dhe unë them që gjëja më e mirë në çdo lloj rruge që ti zgjedh ta bësh një punë, çdo lloj profesioni, është ti je vetvetja 100%. Aty do funksionoje më mirë. Nuk ke pse të ndrydhesh ose të ndryshosh, sepse nga ndryshimi nuk është se vjen asgjë. Ose të kopjosh, të bësh si tjetri, lideri, bossi, jo, duhet të jesh vetvetja. Ta bësh me zemër, ta duash edhe jo. Siç e dim në Shqipëri, kur hap dikush një biznes, edhe fillon me me funksionu, me pas sukses, ne si shqiptar kena pak tendencën me kopju, edhe shikon pastaj hapen kështu si kërpulla. Ti më the që unë kam pas një qasje ndrysh. Nuk kam dashur me sjell një risi, kam dashur me sjell një shërbim më të mirë etj. Ç'a do i sugjeroje dikujt që don me hap një biznes? Po themi një femër për shembull, se ti je edhe në rolin ndoshta mund t'i kuptosh pak më mirë. Ç'a duhet të ketë parasysh dikush që don me hap një biznes? Që mos ta kopjoj tjetrin dhe të bëj atë që ajo din ta bëjë vet. Si që thash dhe para, nuk kemi pse të kopjojmë njëri tjetrin. Mirë është të kesh idetë tuaja, si di ta bësh ti më mirë. Edhe mos ndalohet, domethënë të ketë besim tek vetja vet. Dhe mos të kërkoje fare që ta bëj si ky, ta bëj si ai, jo, të bëj më të mirën e vetës. Dhe të ketë më shumë vetbesim. Sa e rëndësishëm është vetbesimi? Është shumë, sepse është ajo gjë që ty të shtyn që ti jesh vetvetja, që të ecësh përpara, që të marrësh shumë vendime. Domethënë për mua është prioritet. Po s'pate vetbesim normalisht që nuk do të thuash do bëjmë kështu, do bëjmë si ky, do bëjmë si ai. Vetëm fjalë pastaj. Edhe janë vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Okej. Një klient i huaj që vjen në një vend huaj, pra vjen në Shqipëri, me marrë një shërbim që është shumë serioz edhe shumë i rëndësishëm. Sa përgjegjësi është për ju për me trajtu, me marrë, me dhënë shërbim? Sepse ai është me tamam një vend huaj, pavarësisht se ju e familiarizoni, e shetisni, po themi. Atë them dhe unë për shembull, që duhet jemi shumë të ndërgjegjshëm për këtë pjesë. Jashtë mase shumë. Sepse ai tjetri, domethënë unë e quaj, unë personalisht si Fabiane e quaj që përderisa ai më ka zgjedhur mua, do të thënë unë kam detyrim moral që ai do të çdo gjë të shkoje i 100% perfekt, si rruga, si orari, si shoqërimi. Do të thënë për mua është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse unë gjithmonë para se të bëj diçka, e mendoj, siç e thash dhe përpara, e mendoj sikur jam duke e bërë vet. Si do ndjesha unë? Do ndjesha mirë që mos shkonin gjërat? Jo. Dhe ti kur e mendon se si do ndjeje ti, atëherë do kuptoje atë tjetrin. Si ndjet ai. Pra, gjërat duhet i bësh pak, duhet ta kesh atë ndjesinë e humanizmit, që ti gjëndesh, ta respektosh, ta shoqërosh në hotel, mos ta kesh bezdi, si thon, mos ta shikosh si lek, si
Po. Do të jetë pak më humane. Gjë që është pak nuk gjendet shumë shpesh, po unë do e preferoja jashtëmasi shumë dhe tek unë është prioritet kjo gjë.